Natasha, gruaja që përfundoi bashkë me vajzën e saj 5 vjeçare në një dhomë para burgimi, pasi kishte rilidhur energjinë elektrike në një kohë që ishte debitore, rrofen për emisionin Me zemër të hapur të autorit Sevis Ahmeti, orët e tmerrit në një qeli të pistë dhe me tym duhani, siç thot ajo. 42 vjeçaria rrofen se ka qëndruar në qeli për më shumë se 8 orë, ndërsa shton se nuk e dinte që do mbahej në këto kushte. Hyrja në furgonin e policisë, vajza të mërojë, dridhej vajza nga frika, se nga mënyra domethënë se si pa dhe si deshin të na marrin si me forcë, domethënë edhe i thash nuk munden, i thash se kam fëmijë e vogël. E pranoj se jam debitore, e pranoj, edhe kanë vërtetuar dhaqet të komisariati. Një femër domethënë të futet në atë ambient nuk ishte normale, se aty kishin qëndruar më përpara 10 burra duke pirë duhan. Pasi u liruan nga policia, rreth orës 23 mbrëmjes, nën e bija janë rikthyer vetë në shtëpi. Përballë deklaratave dhe akuzave të bëra nga Natasha në studio, stafi i emisionit tentoi të lidhej me policinë e komisariatit nr. 3 dhe me Ministrinë e Brendshme, por pa arritur të marrë prej tyre një shpjegim në lidhje të drejtpërdrejtë telefonike. Kjo ngjarje ka përplasur me njëra tjetrën pak ditë më parë edhe forcat politike, pasi ka qenë opozita që e ka bërë çështjen publike, duke akuzuar policinë për shkelje të drejtave të fëmijëve. E nga ana tjetër, ka qenë Ministria e Brendshme sipas së cilës ka qenë nëna e cila me dëshirën e saj i ka kërkuar policisë të merrte me vete edhe fëmijën, pasi nuk mund ta linte të vetme në shtëpi.